Falënderimet tona të panumër të qofshin për Allahun Dhul Gjelal, edhe salatet e selamet tona të shumë të qofshin bi më të zgjedhurin e njerëzimit, Muhammedin a.s. familjen e tij të pastër, shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata që e ndjekun rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, vazhdojmë të shoqërohemi me temën që jemi duke u shoqëruar tash sa kohë, temë e cila ka të bënë me obligueshmërinë e thirrjes, me obligueshmërinë e ftesës në këtë dinë të Allahu xhaleshanuhu, edhe në të njëjtën kohë duke i pas parasysh gjithmonë pengesat që ballafaqohemi me to në këtë rrugë. Kemi folë për një numër të pengesave, jemi duke folë së fundi rreth pengesës e cila ka të bënë me pasimin e epshit, me të cilën pas ka mundësi edhe thirrsi edhe thirrseja të sprovohen edhe me këtë. Edhe pse ishdash që vërtet me qenë të vetëdijshëm, ishdash që me qenë të përgatitur e mos me qenë viktima të kësaj pengese, por ja se njeriu megjithatë gjithmonë është në sprovë, gjithmonë ekziston mundësia që po edhe thirrsi edhe thirrseja pra të goditen nga ky ves, nga mashkut kjo pengesë e cila pra ose i frenon apo ndoshta edhe i largon tanësisht pra nga bartja e fjalës së Allahu xhaleshanuhu. Kemi folë për shkaqet e asaj se si e sjellin apo cilat janë shkaqet që e sjellin njeriu deri te kjo. Kemi folë për pasojat katastrofale që i ka pasimi i epshit. Sot inshallah në mënyrë të shkurtër mundohemi që brenda një hutbe me i folë disa prej mënyrave, disa prej ilaçeve me i qujt, të cilat na ndihmojnë neve që eventualisht nëse kemi rënë te më ushëru inshallah nga kjo mashkut pengesë apo nga ky ves. Dietarët nga ajo që kanë llogaritë se është vërtet mënyrë e shërimit të pasimit të epshit, kanë thënë se para e tyre është që njeriu të mirret me Dietarët kanë thënë se kur është fjala e aspektit të shërimit të pasimit epshit të këtij vesi me cilin pas ka mundësi me u godit, pra edhe thirrsi edhe thirrsja, e para apo hapi i parë që i dashur me ndërmarr secili prej atyre që është i sprovuar me këtë është që ti mendon pasojat pra që i kemi marr më herët që i ka pasimi i epshit. Pasoja që vërtet kanë qenë tepër të rënda dhe katastrofale edhe për aspektin e kësaj bote, po sidomos edhe kur është fjala e asaj se çka e pret pasusin e epshit në botën e ardhshme, e që vërtet fundi i ty i saj është edhe fitimi me e quajt ashtu në thojza i xhehenemit. Prandaj nëse njeriu angazhohet dhe i mendon këto pasoja, domosdoshmërisht se biidhnillah llogarisim se do të largohet pra nga pasimi i epshit edhe do të jetë pra ai që do të bëhet rob i sinqert i Allahu xhaleshanuhu. Çështja e dytë është që të ndërprejnë ma shkurt shoqërimin me ata të cilët janë pasues të epshit, e të zgjedh ma shkurt prej këtij momenti shoqërim me ata të cilët janë njerëz të devotshëm, janë njerëz të cilët janë luftues të epshit e jo ata të cilët i dorëzohen atij. E që kur fjala e zgjedhjes së shoqërisë, na sa herë vazhdimisht kemi përsërit atë që porosit Allahu xhaleshanuhu, që porosit pejgamberi alayhis salam në sa hadithe që i kemi marrë, të cilat vërtet flasin edhe për shoqërusin e keq, edhe atë se çfarë pasoja ka, po edhe që kanë folë edhe për aspektin e shoqërimit të mirë, edhe asaj se çfarë dobi e ka pra individi që shoqërohet me shok, me shoqëri të shëndosh. Po ajo që nuk e kemi cek më herët, prej shembujve kisha me cek sot e që se kemi cek më herët, atë që ka thonë Hasan el-Basriu radiallahu anhu, e që ne ka të rejkë vrejtën edhe ka thirë dhe ka thonë, istakthiru min al-ashabi salihin, fa innahum fi dunja, fa innahum yanfa'una fi yawm al-qiyamah, yawm al-akhirah. Thot, shtone numrin e të shokëve që janë të sinqert, njerëz që janë devotshëm. Me një fjalë, mundonu që sa më shumë me pas shokë të tillë, sepse këta do në këtë botë, sepse këta thot do t'ju bëjnë dobi në ditën e gjykimit, do t'ju bëjnë dobi në botën e ardhshme. Shokët e tij e kanë pyetur dhe në habit me te, kanë thonë, qysh na bojnë më shkurt ata dobi neve në botën e ardhshme. Hasan el-Basriu thot,
në ditën e gjykimit edhe tash kur njerëzit do të shpërblehen me xhennet dhe me xhehenem. Banorët e xhennetit normal që takohen mes veti, edhe i kujtojnë edhe ditët e kësaj bote. Edhe fillojnë me i kujtu edhe shokët e tyre me të cilët janë shoqëruar. Njëri prej tyre thret edhe thot Hasan el Basriu, ejnë fulan, madha fale fulan, që ka ndodhë me filanin që ka qenë shok i imi, me një mënyrë nuk për e shoh në mesin e banorëve të xhenetit. Nuk për e shoh në mesin e banorëve të xhenetit. A thu se që ka ndodhë. Edhe i përgjigjen edhe i thonë se ajo është në zjarr, është në xhehenem për momentin. Edhe ky njeri e lutë Allahun xhaleshano dhe i thotë, o Zot, lezeti me një fjalë dhe kënaqësia ime në xhennet nuk po m'plotësohet pa e pas edhe shokun tim. Me vete me një fjalë, pa e pas edhe atë në xhennet. E lutë Allahun xhaleshano për shokun e tij që e ka pas pra në këtë botë. E që ja ka qenë shok shkolle, a shok fakulteti, apo i punës, apo i lagjes, apo i kështu me radhë bashkut, edhe Allahu xhaleshanu i përgjigjet, edhe thret Allahu xhaleshanu dhe urdhëron që ai djalë, ai njeri me një fjalë të mirët nga zjarri i xhehenemit, edhe vendoset më shkurt në xhennet, edhe më shkurt, jo për shkak të namazit të shumë që ai ka bëu, jo për shkak të nafileve të mëdha, të bamirësisë ku me disa të madhe, po për shkak të shefatit me e quajt ndërmjetësimit që bën në këtë rast shoku i tij që Allah ja mundson për këtë ndërmjetësim. Normal në këtë rast banorët e xhehenemit pyesin edhe thonë, a thu se çka ndodhi apo kush ndërmjetësoi për këtë njeri, përderisa ishte bashkë me neve në të njëjtën gjendje të ranë. A thum se baba i tij mos ka qenë prej shahidëve, e që shahidëve e dim që Allah ja mundson ndërmjetësimin, siç e dim. Thonë jo, a mos vllai i tij ka qenë prej shahidëve, thonë jo, a mos me një fjalë me laqet kanë ndërmjetësuar për te, a mos pejgamberët, krejt të thonë jo. Innema shafa lehu sadikuhu fulan. Thonë përkundrazi thot i ka bërë ndërmjetësim shoku i tij filan fisteki. Prandaj ata të cilët janë tash në zjarr, vazhdojnë edhe duke qenë të penduar në këtë rast, ata drejtojnë edhe thonë fema lena min shafiine wala sadiqin hamim. Thonë, po për neve nuk kemi ndërmjetësues, e as nuk na qëllon, nuk na ka qëlluar një shok i sinqert, sepse di çfarë shoqënie kanë pas ata. Edhe me kanë janë marrë me kanë një shoqëru. Prandaj, krejt këto kur njeriu i ka parasysh, atëherë vërtet, duhet me qenë vigjilent dhe me ditë se me kënë po shoqërohet. Me kënë po e harxhon kohën, me kënë ndoshta edhe ndonjë hajgare, edhe ndonjë moment, edhe të çështjeve që kanë të bëjnë me natyrën e njeriut, me kënë po i kalon këtu çështje, sepse edhe çështja e bisedave nganjëherë, edhe të ndonjë shakaje, edhe ndonjë relaksi nuk është i ndaluar në Islam, por edhe ky bëhet brenda halalit. Edhe ky bëhet me ata që janë halal, e jo me shoqëri e cila automatikisht edhe këto biseda e dim se në çka i sjellin edhe ku na sjellin. Për atë, inshallah Allahu xhallahu na bën prej të tillëve që të jemi me kësi shoqërie e jo me të kundërtën e këtyre. Çështja e tretë është se i këtilli që është rënë në kësi sprove ka problem me njohjen si duhet Allahu xhallahu. Prandaj duhet ndërmarr hap që të thellohet me njohjen e Allahu xhallahu. Sa herë po përsëritim të gjitha pengesat na vjen sepse është më shkurt ajo që në bazë të kësaj njohje kemi thonë e kemi qasin edhe tek pengesat, edhe tek jeta, edhe te daveti, po edhe gjithçka në jetë që neve na rrethon. Nëse ne mundohemi vërtet me njoft si duhet Allahu xhallahu, atëherë ne do të dimë se do të turprohemi dhe që të bim prej edhe të bëhem prej atyre që e pasojmë epshit. Do të bëhemi prej atyre që inshallah do ta dimë madhështinë e tij. Edhe do të dimë se si ta adhurojmë, edhe do të dimë që vazhdimisht me qenë falendërues ndaj tij. Për atë më herët njëri prej besimtarëve më atëherë kish pa pyetur dhe kish pa thënë se s'jam të di se çka është ndodhur, por disa prej ndodhiva që më kanë ndodhur nuk janë duke i pa se janë të hajrit. Që po ndodh në jetë, disa ndodhira, ka filluar me dyshu edhe pse po e ka parasysh hadithin që pejgamberi alislam ka thonë ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kulluhu khair. Thotë çudi është pejgamberi alislam thotë çudi është puna e besimtarit. Gjithçka që atij i ndodh është hajër. Na në jetën tonë çka do të shipon ndodh, sa do të na ka herë sikur ky bim sprov, ka thonë fatkeqësi e ron, katastrofë që më kanë ndodhur se anë gjana, edhe kanë ndronë ky sprov dhe ky njeri. Pejgamberi sa po gjithçka që i ndodh besimtarit është hajër. Edhe ky njeri po vallahi tashim ti shiqu do ndodhira që më kanë ndodhur, nuk janë të i pase, janë hajër. Edhe një prej shokëve të sinqertë edhe të atyre që po e dinë shariatin, po i thotë
përkundrazi innaha khair, thot përkundrazi gjithçka që të ka ndodhur, se ka të bënë me besimtarin, thot përkundrazi gjithçka që të ka ndodhur, thot është khair. Por problemi është që nuk e ke prit ma shkurt fundin e ndodhisë, nuk e ke prit me përfundu filmi ma shkurt, duhet prit me e pa, e njeri duhet gjithmonë pak ka gjithmonë ngut, për atë edhe ngutet edhe ndoshta gjykon ndoshta në këso aspekte. Po ta zbulon të thot Allahu xhaleshanuhu urtësin, s'kishe ti në asnjë mënyrë me zgjedh diçka tjetër nga ajo që të ka ndodhur. Kur s'kishe me lyp diçka tjetër, po kishe thonë veç që kjo që më ka ndodhur është hajrit e on. Edhe kjo ka qenë e qelluara për mua, e jo çfarë na ka një herë ndoshta mendojmë. Po ta zbulonte Allahu xhaleshanuhu mbulesën, që i mbulon ndodhira që na kanë herë si dimë, urtësitë se çka, për kësaj ndodhie, për kësaj fatkeqësie që na i llogarisin, fatkeqësie kështu me radhë. Po ta zbulonte Allahu xhaleshanuhu mbulesën dhe të shfaqen se si ai më shkurt pra dirigjon gjërat, dirigjon edhe ndodhirat tona, edhe veten tonë, edhe do të gjithçka në jetë si shedim, çështjet e robit të tij, dhe se si ai është më i kujdesshëm për robin e tij, dhe se ai është më shkurt më i mëshirshëm se sa nëna më shkurt për fëmijën e saj, për evladin e saj. Këtë këto po ti kishe parasysh, po do të shkrihej thot, do të shkrihej zemra nga aspekti i zemra e robit, nga dashuria ndaj Allahu xhaleshanuhu, po edhe në një fjalë do të grimcohej se falënderuari Allahun xhaleshanuhu. Por pra më rëndësi është që ne vërtet mos të ngutemi, por të jemi prej atyre që të presim e mos të ngutemi. Pra është problemi gjithmonë që ndodhirat edhe fatkeqësitë që na i llogarisim si fatkeqësi nga një herë, neve nuk po e dini fundin e tyre, nuk po e dim do thotë se ndoshta Allahu xhaleshanuhu prej shkafit tjetër na ka mbrojt, e që na ka ndonë një e vogël e për të na mbrojt për një shumë të madhe, e që këto na nuk i dimë, nuk po i hetojmë, për atë edhe ngutemi edhe vlerësojmë si tilla. Po sa prej njerëzve e dim që fatkeqësitë e këtilla i kanë bërë që ata të zbresin tokë, sepse ndoshta kanë qenë duke fluturuar, që thonë ne. Kanë qenë po një ndodhi e caktuar që ndoshta nuk ka qenë ku me di çfarë katastrofe për te. Edhe pse në shqiptare e sheh si ndodhi fatkeqësi, por e sheh se çajo ndodhi e thjesht i ka ndodhur që ai krejt jeta e tij na ka ndryshuar. Pre ati momenti kur s'ka di çka është ndoshta është namazi, s'ka di çka është agjerimi, s'ka di çka është adhurimi Allahut, prej këtij momenti do thotë edhe çka a ka qenë fatkeqësia, ka qenë mirësi. Sa prej gjërave nëse ne ndalemi pak edhe meditojmë çka na ka ndodhur në jetë, jam i bindur që vërtet nëse kemi të bëjmë me besimtarë që kanë besimin, e kanë imanin, edhe nëse kanë qenë do thotë në periudhën cilat ka pak me gjunohe, me rami, me ngritje, me batica, me zbatica, njerëz jemi. Por nëse e kemi pas besimin, kemi bindur që ato që na kanë ndodhur, ato janë hajër për neve, ato janë në interesin ton, edhe në favorin ton, edhe në këtë botë, po edhe në botën e ardhshme bi'idhnillah. Çështja tjetër e katërta është që vërtet kur o fjala për këta njerëz që janë pasues të epshit, neve kemi thonë se këta njerëz kanë rënë si pasojë e asaj që të tjerët nuk kanë qenë më shkurt të vëmendshëm ndaj tyre. Nuk kanë qenë ata të cilët pra jau kanë të rejë vrejtjen. E në këtë rast, tashti është e udhës që ata të cilët jemi rreth atyre, apo jemi në shoqërim me të tillët që janë pasues të epshit, është e udhës që ne tash me pas rolin e korrigjuesit. E kemi bërshna ndaj njëri tjetrit, jo vetëm me këty kokën tjetër anë, kur e shohim shokun ton, kur e shohim vllahun ton, kur e shohim motrën ton, duke bërë gjëra të këqija, kur duke bërë harame, duke qenë pasues të epshit, neve e kemi borxhin që në këtë rast me qenë pra ata të cilët do të korrigjojmë. E çështja e korrigjimit, neve e dimë që ajo bëhet në mënyra të ndryshme në Islam. Fillimisht është këshilla. Hapi i parë që do të me bo muslimanin ndaj muslimanit vet, e dinu nasiha. Ka thonë pejgamberi sa dini është nasihat, është këshill, është kullim i njëri tjetrit, me kullu, me filtru, me çujt ashtu njëri tjetrin. Do të me këshilluar me fjalë të mira edhe me butësi, jo me ashpërsi. Por nëse eventualisht e shohim se ndoshta nganjëherë edhe këshilla nuk po bën punë me fjalë, ne duhet me qenë mostra para tij, me veprat tona, me sjelljen tonë, me ahlakun tonë, veprat cilat ati mungojnë ne para tij me i shfaq ato, para tij me i bërë, e që ndoshta inshallah e ne e dim që zakonisht kjo e dyta është shpesh ma e ndikuese se sa e para. Ne duhet me mostrën tonë, me ahlakun tonë, me tregu se çka është shembulltyra e muslimanit, prandaj edhe tjerë bi'idhnillah
kështu zakonisht shumica e njerëzve udhëzohen, duhet pa dhe tjetrin që vërtet është i sinqert. Po nëse edhe kjo nuk na bën punë, atëherë po vinë në shprehje edhe në Islam edhe aspekti i qortimit nganjëherë. Duhet edhe me qortu, duhet me ja treg vërejtën, duhet me ja tregu pasojat e atij mëkati apo pasimit të epshit që ai bën në to e kështu me radhë. Po nëse edhe kjo s'bën punë, atëherë po ka mundësi edhe aspekti i leqitjes. Nganjëherë duhet edhe shokun me leqit, nganjëherë edhe evladin po duhet baba me leqit. Apo ndoshta evladi babën për fat keq, edhe pse ndoshta inshallah kjo s'ndodh kallaj. Po do çka edhe kjo vjen shprehje në Islam. Edhe kjo është një metodë e edukimit, edhe një metodë me një fjalë që ti tërhiqet vërejtja, njeriu të caktuar që eventualisht nuk i kanë bërë punë të tjera. Po janë gjëra këto të cilat vërtet është e udhës që të këshillohemi edhe të konsultohemi mes veti dhe me ata të cilët vërtet kishin me ditë pak a shumë se ku është limiti, ku është kufiri i të parës, kur duhet filluar e dyta, kur e treta kështu me radhë, me të vërtet, megjithatë nuk janë gjëra që vërtet edhe bëhen në mënyrë paushale kuicititeke. Sepse këto janë gjëra, po them prap, që kemi nevojë na të këshillohemi. Edhe secili prej nesh na e dim që jemi ai që jepim këshill se e kemi borxh, po edhe asnjëri prej nesh nuk jemi ai që nuk pranon këshill. Secili prej nesh kemi nevojë dhe që edhe të japim edhe të marrim. Asnjë prej neve nuk është ai që vetëm këshillon. Përkundrazi kemi nevojë, e sidomos edhe ne si hoxhallar, po them, për gjëra të shumta në jetë, kemi nevojë që ju të na këshilloni. Kemi nevojë për aspektet e jetës, për aspektet e gjërave të ndryshme që sot besoj edhe jemi duke i pasë, vërtet edhe ne hoxhallarët dim nganjëherë vërtet mos m'ia qellu fare. Dim madje edhe me marr çaf ndoshta edhe musliman. Me shti edhe në fitnë për fat të keq. Edhe këtë e bëjmë ne hoxhallarë nganjëherë. Prandaj kemi nevojë që ju të na këshilloni. Kur fjala e dunjas, edhe pejgamberi duke qenë, edhe ju ka thonë sahabëve, ka thonë entum bi umuri dunya edra. Ju jeni më të njohur, ju më mirë dini çështjet e kësaj bote, aspektin e Allahverishit, çështjen e politikës, e ekonomisë e kësaj, sepse na kur time e shkretojmë krejt, prandaj duhet na këshilloni, duhet të mirëni pak me ne, sepse na dim vërtet me përços safin për fat të keq. Edhe këtë dim me bu hoxhallar për fat të keq. Prandaj duhet na këshilloni, duhet të na fletni në këto aspekte. Jemi gjithmonë ata të cilët pra edhe japim edhe marrim, nuk jemi vetëm ne që këshillojmë. Na besoni shumë shpesh kemi nevojë që të na këshilloni edhe të na fletni për atë edhe s'duhet ngurur në këtë. Çështja tjetër është se duhet pas parasysh pra të lexojmë në të njëjtën kohë, të lexojmë për shembujt e atyre të cilët kanë qenë pasues të epshit. Ata të cilët kanë qenë pasues të epshit edhe përfundimin e tyre. Po në të njëjtën kohë të lexojmë për ata të cilët kanë qenë të kundërta e kësaj, njerëz të devotshëm, njerëz që vërtet kanë qenë mostra të njerëzillukut me quajt edhe mostra të njerëzve të cilët vërtet kanë qenë si në aspektin e udhëheqjes, si në aspektin e ahlakut, si në aspektin e karakterit, e që vërtet kur lexojmë ne për kolosë që i ka pas ky ummet. Jo vetëm nga koha e pejgamberit sa, por edhe më tutje, kur lexojmë për Omer bin Abdulazizin, kur lexojmë për Ibn Serinin, kur lexojmë për Abdullah ibn Mubarekin, për Hasan el-Basriun, ne sa vërtet këta kolos kur lexon s'ke shans me qenë pasues i epshit. Do të ndikohesh, do të ushqehesh, do të frymëzohesh prej tyre, prandaj është e udhës që nganjëherë më u kthy kësaj literature. Me lexu për këta kolos, domosdoshmërisht kemi me qenë ata të cilët biidhnillah do të ushqehemi prej tyre, do të marrim prej tyre. Po në fund është çështja e dorëzimit të Allahut xhaleshahu. Është ajo që vërtet krejt çka do të bëjmë nëse nuk mbështetemi si duhet në Allahun xhaleshahu. Nëse vërtet prej tij drejt pas drejti nuk kërkojmë ndihmë, atëherë është vështirë që vërtet me gjet udhën, sepse në hadithin kutsi Allahu xhaleshahu na ka njoftuar dhe thotë ja ibadi kullukum dalun illa man hadaytu fastahduni ahdikum. O robët e mi, po thotë Allahu xhaleshahu, dini se secili prej jush është i humbur, është në dalalet. Do të pos atë që unë e udhëzoj. Prandaj thot kërkoni udhëzimin tim, do t'ju udhëzoj bi'idhnillah. Le ta kërkojmë pra udhëzimin e Allahut xhaleshanu me këmbgulje, le ta kërkojmë udhëzimin e Allahut xhaleshanu me përvojtshmëri, me aspekte përdëllimit. Allahu nuk e refuzon lutjen tonë. Inshallah Allahu xhaleshanu na pastron prej këtyre veseve, prej aspekteve të pasimit të epshit, i cili vërtet është duke dëshmuar për ditë veten se
pasimi i epshit, po është pengesë reale e realizimit të obligimit që e kemi ne si besimtar, po edhe ne si thirrse dhe si hoxhallar. Pasimi i epshit është ai që vërtet po na bën që shpeshherë me i dhon përparësi kësaj e jo asaj çka është interes i dinit edhe i islamit, po edhe i umetit edhe i Kosovës tonë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu samiun mujib.